çfarë po ndodh me procesin e numërimit të votave? A kanë mbërritur të gjitha kutitë e votimit aty ku ti ndodhesh? Emilian, mirëmbrëma, unë jam pozicionuar pranë Pallatit të Sportit këtu në qytetin e Elbasanit, ku ndodhen 3 zazë. Ndodhet zazëja numër 48, 50 dhe 51. Në fakt, deri më tani ka përfunduar administrimi të gjitha kutive të votimit në zazën numër 50 dhe 51, por vijon administrimi i kutive të votimit në zazën numër 48, pasi në fakt në këtë zazë administrohen kutitë e votimit nga fshatrat e Elbasanit dhe është e kuptueshme që edhe për shkak të distancës që kanë fshatrat për të mbërritur në këtë bashki ka patur pak vonesa, por edhe ratë gjata për tu administruar. Megjithatë, duhet thënë që është një proces i administruar edhe i mbështetur nga forcat policore për të marrë kështu të gjitha masat që të jetë një administrim i rregullt dhe pa incidente, sikundër ka ndodhur deri më tani në qarkun e Elbasanit. Në fakt, Emiliano, për të ndalur pak edhe tek pjesëmarrja, më duhet konfirmoj që deri në këto momente nuk e kemi një shifër të saktë se sa është pjesëmarrja përfundimtare e qytetarëve që kanë votuar në këtë qark, pasi nuk kemi ende një të dhënë zyrtare dhe përfundimtare kështu nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Megjithatë, të paktën nga informacionet që kemi mundur të sigurojmë, bëhet fjalë për një pjesëmarrje në votime në 43%. Megjithatë, nga këtu ku unë po raportoj, mund të themi që procesi i administrimit të kutive të votimit ka shkuar mirë dhe pritet që të mbaroj edhe administrimi i kutive të votimit në zazën numër 48, një zazë ku po vijon ende administrimi i këtyre kutive dhe do të jetë më pas në këtë vend numërimi në Pallatin e Sportit këtu në qytetin e Elbasanit për të vijuar më pas edhe numërimi i votave. Ne në fakt do e ndjekim drejt për drejt të gjithë procesin e numërimit të votave. Faleminderit Kasandra Pali për këtë komunikim të drejt për drejt. Do të doja